Historik, kur unë isha shumë i bukur sa Artën Demasa dhe Ermal Panduri, në studion Ermal Pandurit, kishim tëftuar Lumir Abdigjikun dhe Vjosa Osmanin. Sakt. Dhe një prej pyetjeve që unë insistoja, në atë kohë bashkë me Demasajn, si panelist ishte, a mund bën ju bashkë me vetëvendosjen? Atëherë edhe Osmani, sidomos presidenti aktuale, thoshte kur. Vjosa Osmani o LDK ose në politikë. Kjo ka qenë me pikë. Vjosa nuk doli, Vjosën e hadën jashtë, bashkë me Ndonika Gërvallën. O, nga. Për shkak ka Vjosa Osmani, mena një... Ka argument zëna e ka. Ku kemi pati me... E hadën është jashtë sa e bën kandidate për kryeministër. Vjosa Osmani, mena një... Pretendonin të vendosin Abdullah Hoti për kryeministër. Ti hajde meri votat e Abdullah Hoti bëhet kryeministër. Ku ke pati këtë logjik? Po tepër ka qëndruar. Tepër ka qëndruar. Unë marrë vota, vjen anonimusi, aty ullën kadi. Jemi të fortë për situatat të tjera. Kur ka qenë zjetë me zonin e kapën e të raqët zvarë, haruan e bia kujtës, e gjytën jashtë subjektit politik, a më përfunduan të 10%. A mon man që shumë nuk pritë që Vjosa ku më ku kryeministër. Vjosa Osmani ka pas pretendime më bu kryetore LDK-s. Po ashtu Isa Mustafa ka pas pretendime